Mirëmëngjes shikues të Zjo me MCN, ja ku jemi përsëri në kuzhinën time gatuar nga duart e mirës. Për sot do të përgatisim së bashku byrek me spinaq. Për këtë recet më duhet spinaqi, djath, kemi vezë, kam qumësh dhe kemi dhe mielin. Le të fillojmë të përgatisim brumin. Si fillim, kam 2 goda me miell, ujin e kam pak, jo shumë i ftohtë, pak i vakët. Po hedh pak e na pak. Duhet të fillojmë me brumin përpara për arsye se na duhet ta lëmë për 20 minuta. Ujë. Zakonisht e bëj që ka brumin me ngjesh me dorë, por unë po përgatis të përpara dhe pastaj do ta vë në mbi kanër dhe do ta ngjesh. Në këtë mënyrë. Kjo recetë e byrekut më pëlqen siç na i bënin nënat tona më përpara dhe ka lloj-lloj mënyrash që e bëjnë, por mua kështu më pëlqen edhe familjarëve të mi. Dhe tani e kam gati për ta çuar mbi banak edhe ta ngjeshim brumin sa më mirë. Po hedh pak miell përpara që mos të na ngjitet brumi. Pastrojmë belugën. Dhe fillojmë me punojmë brumin në këtë mënyrë. Po marr pak vaj ulliri për të lyer më shumë duart. Edhe brumin e bëm, kur i hedhim vaj, brumi bëhet pak i shkrifët. Dhe vazhdojmë, e ngjeshim. Në këtë mënyrë. Okay. Do edhe pak, e kuptoj me dorë, edhe kur e hapim petën, peta hapet edhe më e lehtë për të hapur është.
procesi se si e ngjeshim brumin. Brumin e kam gati tani, po e çojmë në një enë dhe do ta lëm që të pushoj për 20 minuta dhe mbasi të jetë gati, do të fillojmë do të përgatisim petat. Tani do të merrem, kam spinaqin, është i lari i pastruar, çdo gjë e kam gati. Po ja afroj pak të gjitha. Këtu kam gjysmë kile spinaq. Për këto recetë që do plotësoj, do të bëj sot. Kam kopër. Po pres koprën përpara. Ta presim të vogla. Edhe spinaqin nuk do ta pres të vogël fare, se është i njom faktikisht, nuk ka nevojë për të zjerë më përpara, është spinaq i njom, po e pres në kështu, në copa të mëdhaja, në këtë mënyrë. Okay. Do që janë, po s'ka shumë tani dhe po e hedh të gjitha dhe këto. Kështu e preva që mos të humbasi kur të piqet me byrekun brenda. Okay. Ti hedhim pak krip. Jo shumë, se do t'i hedhim edhe djath. Trazojmë mirë dhe këtë. Unë do t'i hedh vetëm të verdhën e vezës. Të bardhën nuk ja hedh byrekut me spinaq. Në këtë mënyrë po e heq. Okay. S'ka nevojë të raf. Po pastroj pak duart dhe po kthehem. Tani do t'i hedh djatin, djati bardhë. Ta trazoj me dorë, do ta trazoj se s'ka nevojë që të marrë luk apo pirun. Vetëm ta bëj të sigurt që veza e verdha e vezës të vej komplet. Do i hedh vetëm pak miell, jo shumë, dhe do t'i hedh edhe pak qumësh. Hedhim edhe pak vaj ulliri. Okay. Në këtë mënyrë. Dhe tani spinaqin e kam gati dhe do t'filloj do të ha petët. Okay, brumin e kemi gati tani.
pres në këtë mënyrë. Ti bëj përpara gati dhe pastaj do filloj që të hap petat një nga një. Nuk e ngjeshim shumë që mos të na që të hapen petat më mirë kollaj, po them, në këtë mënyrë. Rumin e prevani në mas të gjitha dhe tani do të fillojmë që t'i hapim, po e mbulojmë duke i marrë një nga një, që mos të na thahen. Këtu kam marrë një sheshtem dhe kemi dhe ne i themi peci, që hapim petat. Po hap pak një sheshtem dhe në këtë mënyrë do të fillojmë t'i hapim një nga një. Kjo ishte mënyra e mamit tim që i hapte petat në këtë mënyrë gjithmonë kur bënte byreqe, lakror, gjitha kjo është. Mendoj unë se është mënyrë e vjetër, nuk e di, e përdorin më kështu apo jo. Vendosim që të hapet peta, vendosim duart këtu dhe duke e shtyrë në këtë mënyrë. Anash, gjithmonë. Dhe në qoftë se shikojmë petën që hollët, t'i hedhim pak më shumë një sheshtem. Ose do të hapet. Çdo gatim ka atë sekretin dhe vështirësinë e vet. Po gjithmonë kur gatuan me dashuri, çdo gjë del siç e duam. Po pak vaj edhe me luk dhe pastaj dam me puç. Puça më ndihmon për ta hapur vajin që t'jetë i njëjtë me gjithë tepsin. Ta bëjmë të sigurt që të hapet edhe anash. Në këtë mënyrë. Është pak të mos të derdhin vajin dhe tani do të marr petën. Një do t'i hedhim dhe vaj, çdo pete do i hedhim vaj. Dhe të sigurt anë gjithmonë, që mos të na ngjitet peta me petën. Pete shkrifët kur të piqet. Okej? Këtë njëjtin proces do të vazhdojmë. To ja rregullojmë pak kështu, në këtë mënyrë. Okej.
Mos t'i lëm shumë, se do t'i mbledhim në fund fare këto. Okej. Do i hedh pak vaj prap të njëjtin siç e bëra petat poshtë dhe do e hap me forcë. Këtë petë do t'a pjek në sopë brenda, se kur ta çoj këtu spinaqi lëshon ujin, kam qumshin që i kam hedhur dhe nuk derdet në petat e tjera. Dhe pastaj do ta shikojmë, ta kemi në kujdes që mos të na digjet. Peta u poqja ka që desha, nuk është shumë e nxehtë, kështu që mos keni frikë. Do ta vendos. Po hap petën tjetër dhe do të hedh spinaqin. Tani do të hedhim spinaqin. Në këtë mënyrë ta hapim në mënyrë të barabartë. Vaj nuk ka nevojë se i hodha gjellës kur i hodha brenda. Kësaj i them byrek tradicional. Okej. Tani do t'i mbledh anët, tani hedh pak vaj, se më duhet qëtë anët t'i mbledh. Këtë mënyrë. Anët i mblidhen kështu dhe i hapim në mënyrë të barabartë që mos të ngelen cepa, të ngelen me shumë brumë. Okej. Tani na ka ngelur vetëm peta e fundit fare për t'i hedhur. Peta e fundit dhe do t'jedhim edhe kësaj, do t'jedhim vaj. Sobën e kam ndezur, e kam gati në temperaturën 180 gradë, do t'a pjekim për 15 deri në 20 minuta me këto peta që kemi ne. Po jep pak vaj dhe është gati për në sobë. Tani është gati për të pjekur. Do ta shikojmë që është bërë nga ana tjetër apo jo. Si mendoni është bërë? Okej. Tani duhet ta kthej. Dhe mënyra se si e kthej unë, po të dua me kthejmë edhe me tavë, por unë e kam mësuar këtë pjesë kështu. Dhe e kthej në këtë mënyrë. Dhe po e çoj dhe pak në sopë që të piqet edhe pak. Ky ishte edhe byreku për sot. Faleminderit për shikimin. Është i nxehtë për të prerë, sot do të presim dhe edhe juve ta shihoni në tavolinat tuaja. Mirupafshim.